Po në Komisionin për Reformën Zgjedhore do të merrni pjesë, keni diskutuar, keni vendosur për këtë gjë, sepse edhe këtu është folur për një bojkot paraprak. Po ka pas thirrje mbledhjesh dhe ka munguar PD-ja? Është pyetja ime, jo ka pas. Tani partitë e reja për shembull janë shumë skeptike dhe janë shprehur paraprakisht që do ta bojkotojnë Komisionin e Reformës Zgjedhore, sepse thonë do të përsëritet 2008-a ku Rama dhe Berisha do ta bëjnë sipas leverdisë së tyre elektorale. Për mos ndryshuar status quo. Po tani partitë e reja ti e di kush janë, ka plot. Janë antarët komisionit. Jo, mos thuaj plot. Flasim realitetin. Po ka disa. Jo, po nuk ka disa. Në komision nuk janë disa. Në komision. Jo, në komision, nuk po më kupton. Jo. Po se është komision, po flasim për komision. E kisha në parim pyetjen. Janë deklaruar për Komisionin e Reformës Zgjedhore flasun. Po pra, edhe unë për atë po flas. Për produktin e reformës zgjedhore. Ato do të bojkotojnë në të gjitha format që mund të kenë. Po s'kam bojkot edhe një herë. Çfarë bojkoti si janë antar, si mund të bojkotojnë ata kur si janë antar? Po mirë, pra, po nuk është deklarata, po jo bojkot. Po jo, po nuk duhet, sepse është kërkuar edhe që të bashkëpunojnë me Partinë Demokratike në mënyrë që produkti i reformës zgjedhore ti konvenoj dhe opozitës. Ka lloj forma bashkëpunimi. Dalim. Dhe pjesëmarrje, se nuk duhet të jesh vetëm. Edhe një herë, kjo është çështje. Nuk kanë pikën e interesit, sepse janë të bindur që Rama dhe Berisha do përsërisin 2008-ën dhe do bëjnë. Atëherë kjo është çështje numër 2. Të sqaroj parën. Jo, po ti e kupton për çfarë po të pyes. Jo, unë e kuptoj, po nuk e kupton publiku. Edhe bëhet kakofoni. Komisioni më pyete për bojkot në komision. Komisioni përbëhet paritetësh ndaj. Ka antarët PD-s nga opozita, është edhe Partia Mundësia, është Agron Shehaj. Kaq është komisioni. Agron Shehaj është i pari që e ka deklaruar këtë që unë thash. Po pra, është i ftuar dhe prandaj thash ti dhe vjen nga gjitha partitë. Dhe Agron Shehaj ka drejt të bëj deklaratat e veta, sepse puna në komision ende s'ka nisur dhe Agron Shehaj ende s'ka bojkotuar. Apo jo. Unë them çka ka thënë publikisht tani. Tani të sqarojmë bojkotin që kur s'ka mbledhje s'ka bojkot tash. S'është thirrur mbledhja, kur s'ka mbledhje. Po ai e ka shprehur publikisht që u thash. Dhe të dalim ke kjo e shprehura publikisht. Ka një iniciativë nga një grup intelektualësh që ka pasrendur një iniciativë të Partisë Demokratike për të ulur me partitë opozitare. Dhe brenda një tryeze. Po pra, dhe brenda kësaj tryeze, një nga pikat kryesore, se nuk është veç, një nga pikat kryesore që Hasimja, zoti Hasimja, ka artikuluar dhe ka vendosur si kusht bashkëpunimi është ulja e përbashkët për gjetur një dakordsi për tezat që do mbroj Partia Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra, këtu pastaj tezat janë të ndryshme që kapim çështjet e sistemit, çështjet e menaxhimit proceseve zgjedhore, çështjet e numërimit votave dhe çështjet e adresimit vëretit ose ODIR-it në kodin zgjedhor, masat kur evidentohet vjedhja, mënyra se si duhet shteti të impostohet në situatë zgjedhore, përdorimi i paras publike, përdorimi i burimeve njerëzore, vendosen kufi, rigjit, jo si këto që shkelen dhe KQZ-ja bën të dy syt qorre dhe të dy veshët shurt, nuk bën sikur dëgjon asgjë, dhe ne duhet hecim në një bashkëpunim që të produktojë dhe ky qëndrim. Tani aty je me paritet gjithmonë. Dalim si në rastin e reformës territoriale. Është dhe vetoja aty. Vetoja është, këtu nuk është vetoja. Se veto ka rolin e vetë. Veto është bllokuese më shumë, sepse aprovuese. Pra ne do bëjmë gjithçka që të reflektojmë me dakordsinë e uljes në bazë të iniciativës së intelektualëve që e kanë, mendimit intelektual që e ka bërë, të diskutojmë dhe kërkesat e tyre, sepse sot emergjenca është që të bashkohesh, sepse ai përpara është jo vetëm hajduti ekonomisë, ai është hajduti votave në radh parë. Dhe nuk vjen vetëm votat e Partisë Demokratike, edhe partive të vogla. Se dhe ato s'kan përfaqësues në numërim, përfaqësues në proces. Ata japin atë argumentin që unë dhash më herët, që të mos bjem në përsëritje, dhe ti e di shumë mirë, skepticizmin për shkak se thonë do jetë një produkt si e i dikurshme. Po nuk pati skepticizëm. Për interesin politik të Ramës dhe Berishës. Po nuk pati skepticizëm, nuk ka debat. Nuk ka raja mendimesh. Po mirë, me qënë se më kujtove tryezën e tentativës për të bashkuar opozitën, pse e kanë refuzuar të gjitha partitë e reja? Besimi nuk është një dhëmë për gjithmonë, është kapërcim i skepticizmave, jo njërit skepticizm. Ky është besimi. Besimi formsohet. Ulemi, bisedojmë, kush është e mbrojtshme, kush është e pambrojtshme. Tani pyetja e radhës për tryezën që përmende.
me iniciator Ermal Hasimen, nuk kanë pranuar partitë e reja. Nuk kanë pranuar. Sepse kanë vit kuqe e Berishën. Edhe vetë Agron Shehaj që ka dalë prej andej. Kush janë partitë e reja? Tani që s'kanë pranuar. Po është Partia Mundësia e Agron Shehaj. Se duhet shohim pse se kanë pranuar. Është Lëvizja Bashkë Arlind Qorrit. Për lëvizjen bashkë, do të thonë Arlind Qorri nuk ka çështje PD-s, ka çështje të ideologjisë ti, se kështu e ka deklaruar. Ndërsa se s'ka tjera, prandaj Mundësia e Agron Shehaj, po dhe Adriatik Lapaj nuk ka marrë ende pjesë. Se tash na bëre shumicë. Adriatik Lapaj Shqipëria bëhet, po mirë pra. Ka pranuar, se nuk është dhënë data. Jo, tryezë nuk e kam parë, po gjithsesi. Po s'është bërë tryeza akoma, është iniciativa. Kur i ka mbledhur dhe vetë Berisha, i ka ftuar, i kanë refuzuar. Mirë, okay, Adriatik Lapaj ka pranuar, thotë. Jo Luciano, po flasim për tryezën e Asimes më the në. Po pra, po dhe Berisha në këtë logjik ka organizuar edhe veçmas tryeza të tjera dhe i ka ftuar. Dhe isha shumë i saktë, kjo është një pas iniciativë nga iniciativat që kishte PD-ja. Dakor, Adriatik Lapaj ka pranuar. Do bashkëpunoj me PD. Po ka pranuar pra. Okej, jo dakor. Ka pranuar jo bashkëpunimin me PD-n, me ulje në tryezë. Pse ne ulemi si barabartë. Po cili është qëllimi i tryezës? Edhe një herë, unë ulem si barabartë. Po vipra ka disa kushte, thash dhe një nga kushtet ishte debatet për kodin zgjedhor, qëndrimi ndaj drejtësisë, që e thoshte Shehaj. Dhe Shehaj këtë ka ngritur si tezë. Si tezë që unë nuk du Berishën ka qenë më e hershme, nuk e di e ka përsëritur prapa apo jo, se të ndryshosh tezat në Shqipëri është shumë e thjeshtë. Ndryshosh justifikimet, i kam thënë, elegante ndonjëherë, kurse tani janë jo elegante, janë agresive. Sepse nuk është politika çështje dëshirash, Ediona. Është çështje parimesh, standardesh, qëllimesh politike. Po në emër të parimeve kanë refuzuar edhe. Kur më thrasin media, nuk them që unë nuk iki se atë gazetari nuk e pëlqej, apo kryeredaktorin, apo pronarin. S'ka lidhje fare. Po nuk ka lidhje fare. Unë jam end politik. Po s'është për të marrë paralele. Në kafe, jo paralele është. E mora për ta tani ata po kërkojnë votat kundër këtij establishmenti. Do dalin kundër vetes vet ata. Sepse, domethënë, ne jemi në pozita që ndonjëherë ndërtojmë edhe retorik ndaj mediave të caktuara. Po ne shkojmë atje se normal është komunikim mbi bazën e një parimi politik që unë duhet të komunikoj me publikun nëpërmjet një dritare mediatike. Dhe në një tavolinë politike, unë ulem për interesin e publikut. Dhe interesi i publikut më pengon mu të drejtën të shpreh emocionet e mia në raport me dëshirën e Agron Shehajt apo tjetri. Agron Shehaj dëshirën e vetë realizoi iku nga PD-ja. Nëse ka pas këtë arsye se s'donte Berishën, atëherë është tërësisht i gabuar. Nëse ka pas arsye parimore që bëri një parti tjetër, e mendoj që ka një logjik. Argumenti i tij për shembull ishte logjik. Argumenti që unë i kërkova votat tha nga shqiptarët kundër këtij establishmenti dhe tani unë do bashkohem pikërisht me këtë. Ai kërkoi votat kundër Partisë Demokratike? Jo, establishmentit Rama Berisha, tani këtë e artikulonin gjithë ata në fushat. Ai nuk doli. Ti mos bëj sikur. Jo. Nuk e qenë këtu. Kam qenë vetë në fushat dhe kam hedh tezat e mia, nuk kisha kohë të ngjoja Agron Shehaj. Po mirë, tash ne do ta bëjmë diskutimin. Po nuk gjoj, zëra kaq minor drejt të haj, domethënë. Po e vërtetë. Po pse tek ju ka qenë ai pse është? Po ka i gjën, nëse ai pas ka dalë me këtë tezë, atëherë është gabuar në tezë. Sepse politikisht po jo, ka disa, koherencë mund të jesh në zgjedhje politike përballë publikut, ti thosh unë jam kundër establishmentit, atit të fermerit i cili pret mbështetje establishmentit, thotë ai ku e ka shtëpinë establishmenti. Po sepse, po çi duhet aty të establishmenti. Ç'është kjo, domethënë? Po mirë, forcat e reja për çfarë po dalin në treg? Unë si parti politike, unë dal me program, dal për fermerin, dal për qytetarin, dal për biznesmenin, për studentin. Ky është serioziteti i një partie politike. Po dalësh ti unë s'du filanin, po mirë më dil, domethënë, nëse ti ke mbështetje, ti nuk e di sa vota ke marrë për këtë arsye se nuk e ndan. Dhe sa vota ke marrë për arsye se ti perceptohesh i ri. Jo, partitë e reja prandaj kanë dalë. Nuk e di. Për të rrëzuar të vjetrit. Partitë e reja. Me çka kanë dalë? Nëse kanë dalë për këtë kauzë, nuk kanë kauzë. Kauzat e një partie politike janë kauzë e njohur, e vjetër, e legjitime, s'është kauzë që nga kauzë. Kauzat janë kauza qytetare. Janë problematikat e qytetarëve që shndrohen kauza. Tash politika ka vite që ushtrohet, nuk është shpikur as nga mua, as nga PD-ja, as në Shqipëri.
shpikur nga shumë demokraci dhe nëse demokracitë pas kanë funksionuar kështu, atëherë ne që kemi rrugën e gabuar. Unë për inat, domethënë të një personi që e quaj vjetër, se domethënë e quan agroni, se unë se quaj, pse pas ka drejt agroni? Edhe unë politikan jam. Pse ai thot establishmentit ai pas ka drejt, unë domethënë s'pas kam drejt? Shikon sa subjektive është. Pra nëse partitë ecin mbi bazën e subjektivitetit, nuk janë parti politike, janë klube që i bashkon inati, dëshirat, se mund të kenë dëshirat mira ato, unë nuk e ve ndyshim fare, se s'po them, po pas më shumë inate se sa dëshira. Unë kam dëshira për shembull. Dua që njerëzit të jetojnë mirë, të kenë ekonomi të mirë, dhe për këtë i shndrojnë teza politike dhe i them kjo arrihet nëpërmjet kësaj rruge. Shëndetësia performohet kështu, arsimi kështu dhe kam qytetarin. Ai le dali thoj unë kam Inat Lucianon, për Inat Lucianos ka marrë këtu para. Kjo tryeza quhet e dështuar? Mund funksionoj. Quhet e dështuar? Tryeza matet çfarë bashkoi se ju që ishit jeni? Edhe një herë, si sukses me përjashtim të Adriatic Lapajt, nëse e marrim mirë qëndër. Edhe një herë, si sukses apo si dështim, këtë e përcaktojnë ata që kanë marrë iniciativën. Ne jemi palë, unë jam palë si Adriatic Lapaj. Unë kam pranuar si PD, Adriatiku është gjysi pranuar, tjetri s'ka pranuar. Dhe suksesin e masin ata që kanë iniciuar tryezën. Suksesin dhe qëllimin pastaj duhesh apo s'duhesh, e ka dhe publiku në atë perceptimin. Unë jam palë si ai, unë jam thjesht i ulur në tryezë, kam pranuar kushtet edhe. Më 10 shkurt